Përshëndetje, pra nëse do të zgjedhim një detyrë në kuadrin e randës së statistikës, do të flasim për devimin standard të sëritë e ponderuara në rastin e populacionit. Pra, për të zgjedhur devimin standard, ne do të përdorim një formë pak më të lehtë. Pas pari duhet të gjejmë mesatarin aritmetike, në mënyrë që për këtë edhe kemi kolonën x herë f, 10 herë 100, 1000, 20 herë 200, 4000 dhe 30 herë 100, 3000. Sigma x herë f është 8000. Sigma f është 400. Për mesatarët e popullimit, kjo lexohet si min, pra në rastin e mosës ka simbolin këtë formë, po këtu kemi populacion dhe ndryshon simboli i saj. Formula për gjetur mesatarin e popullimit është sigma fi herë xi thy për sigma fi, që është 8000 pjesë 2 për 400, që është 20. Pra me këtë mund të japën një interpretim se mesatarja aritmetike o mesatarja e pagës së punëtorëve është 20 euro. Për populacionin, së pari shkojmë me simbolin e variancës dhe tregojmë formulën, duke pasur parasysh pra devimi është rënja katrore e variancës. Formulën që ne do ta përdorim këtu do është kjo: f1 herë x1 në katror plus f2 herë x2 në katror deri në fi herë xi në katror, pra deri në i pambarem apo n pambarem në me quajt. Pjesëtim për sigmen fi minus mesatarja e popullimit në katror. Vazhdojmë me zgjidhje. Fi ne shënojmë me x1, x2, x3, pra pagat, me f1, f2, f3, numrin e punëtorëve. F1 e kemi 100. 100 herë x-in e parë e kemi 10 në katror plus f2 e kemi 200 herë x-in e dytë në katror e kemi 20 në katror plus f3 e kemi 100 herë x-in e kemi 30 në katror, x-in e tretë. Sigma e fi është 400 minus mesatarja në katror është 20 në katror. Shkojmë me ende me variancën. 100 herë 10 në katror është 100 plus 200 herë 20 në katror është 400 plus 10 herë 100 herë 30 në katror është 900. Fy për 400 minus 400, se 20 në katror është 400, varianca barabar. 100 herë 100, pra fillojmë me 100 herë 100 është 10.000. 200 herë 400 është 80.000 plus 100 herë 900 është 90.000. Thy për 400 minus 400. 10.000 plus 80.000, 90.000 plus 90.000, 180.000 pjesë 2 për 400 minus 400. 180.000 pjesë 2 për 400 është 450 minus 400. Devimi është 450 minus 450, rënja 50. 7.07. 7.07. Në këta mund të interpretojmë se paga mesatare devion nga pagat e punëtorëve për 7.07 euro të shprehur. Pra nëse shprehet në euro, mund të interpretojmë në euro. Nëse shprehet në dollar, mund të shprehim në dollar. Koeficienti i variacionit është devijimi i mesatarja herë 100.
Pra për ta kthyer në përqindje frekuencën relative tek këtij koeficienti 7.07 mesatarja 20/100 është 35.35%. Që ato se devimi është 35.35% e rezultatit të mesatarës. Ju falenderoj.